أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Falënderimet qofshin vetëm për Allahun, një Zotin fuqiplot. Salat, selam dhe përshëndetjet më të sinqerta ja qem Muhammed Mustafa, të dërguarit të fundit të Zotit, krijesës më të mirë, më të dashur, më të vlefshme, më të ndritshme tek Allahu fuqiplot. Atij që Zoti e dërgoi mëshirë për të gjitha botët, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë udhë deri ditën e fundit. Të shtrenjtë vëllezër, të shtrenjta motra, kam kënaqësinë që gjendem sonte në mesin tuaj. Jam shumë i gëzuar që na ka bekuar Zoti të bohemi kështu sonte në këtë vend, në malsinë e Sharrit, dhe për këtë jam shumë mirënjohës fillimisht fshatit Llac me gjithë banorët e tij. Ju falenderoj juve për nderin e vazhdueshëm dhe respektin maksimal që bëni ndaj nesh, si ndaj meje ashtu edhe ndaj vëllaut Benharit. Të falenderoj edhe kryesinë e kësaj xhamie, që janë punëtor të palodhshëm dhe sakrifikojnë për të zbatuar porositë e Muhammedit alayhis salam këtu në vendin ku jetojnë. Dhe mbi gjitha dua ta falenderoj dhe t'ja uroj imamit tuaj të ri, vëllaut tim të vjetër dhe të shtrenjtë, Hoxh Bajram Efendi Xhezairit, punësimin në këtë xhami, me shpresë se Zoti do ta bëjë atë një pasues të denjë të Muhammedit alayhis salam në këtë vend, se do t'i japë sukses në mision ashtu siç ka pasur suksese në studime, do t'ja ndriçoj të ardhmen ashtu siç e ka pasur të ndritur të kaluarën, dhe do t'a bëj bereqetli në punën që e bën në shërbimin e Islamit dhe fesë së Zotit madhrueshëm. Sonte dua të bëjmë një bashkëbisedim, prandaj dua që të tirohemi nga të gjitha brengat, nga të gjitha dertet. Jam shumë mirënjohës sinqerisht, sepse di se secili nga ju shumë kollaj ka mundur që ta mbush këtë hapësirë kohore që e ka ndarë për të ardhur këtu me ndonjë aktivitet tjetër. Është punë shumë e madhe që të qëndroni sonte këtu. Dhe unë dua t'ju jap një myshde të madhe që e ka dhënë Zoti në Kur'an, t'ua përcjell tek ju. Zoti thot surën Anfal, Bismillahirrahmanirrahim: "Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون." صدق الله العظيم. Allahu asesi nuk do ta dënoj një popull te I cili je ti, o Muhammed. Dhe Allahu nuk do ta dënoj një popull për aq kohë sa ata I kërkojnë falje atij. Dietarët e mëhershëm kanë thënë se me ndrimin jetë Muhammedit alayhis salam, Zoti na kishte dhënë dy siguri: prezencën e tij dhe istighfarin. Me ndrimin jetë njëra shkoi dhe vetëm tjetra na mbet. Mirëpo, doktori I madh Ratib ibn Nabulsi në një nga ligjëratat e tij që I ka mbajtur në Jordan dhe që kemi pasur fatin të prezantojmë, ka thënë kështu: "Tha, unë mendoj ndryshe, sepse Zoti prezencën e Muhammedit alayhis salam në mesin e ummetit të tij nuk e kufizoi vetëm si një prezencë fizike për jetën e tij të shkurtër 63 vjeçare, por për aq kohë sa mësimet e Muhammedit alayhis salam, sa jeta e tij, sa emri I tij, sa praktika e tij janë prezente te një popull, ai popull ka siguri se Zoti nuk do ta dënoj. Prandaj unë ndjej se prezenca jonë këtu është një siguri nga ana e Allahut se Zoti nuk do na dënoj për lëshimet tona që I bëm. Prandaj lutem për falje për të gjithë ne, dhe lutem që Zoti të na hap dyert e mirësisë dhe të na përdorë të gjithë për të mirë. Është muaj Rabiul Awwal, sonte është nata e 12. Dietarët janë unanim, të gjithë të një mendimi se në muajin Rabiul Awwal ka lindur drita e njerëzisë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Xhumhuri I tyre janë të mendimit se dita ka qenë dita e 12. Ashtu siç e dëgjuam edhe vëllaun ton Benharin, ka qenë dita e 12 e këtij muaji, dita në të cilën ka lindur Muhammedi alayhis salam, ende pa ndriçuar drita e ditës Han. U lind nuri që ndriçoi gjithë dynjan, u lind vula e mbar pejgamberis, Muhammedi më I dashuri I Perëndis. Me Kur'an ky pejgamber është vërtetu pa dyshim ne dhe pa pushim salavat atij me çu. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin wa ala ali sayidina Muhammed.
Sonte kemi organizuar këtë mevlut, këtë përkujtim të jetës së Muhammedit a.s. dhe para se të flasim për të, dua që të shkëmbejmë disa fjalë që ta kemi veten të qetë. Sepse fakti që informacioni është në masë të madhe, shpërndahet shumë lehtë dhe mbërrin në çdo cep, kanë gjallur dyshime të shumta brenda për brenda vetë muslimanëve. Dhe me të drejtë pyesin dhe interesohen që të dinë faktet e praktikave të tyre, dhe është e drejtë që të pyesin. Mevludin nëse ndalemi të analizojmë për të zbërthyer dhe të shohim se ku e ka esencën dhe është i pranuar apo jo, do të gjejmë në të disa elemente. Nëse flasim për praktikën e mevludit që e bëjmë ne nëpër shtëpi dhe në të kaluarën, mevludi përbëhet nga një pjesë tekstuale që është tekst, po përbëhet edhe nga melodi, një tekst, një poezi që lexohet me melodi. Ka edhe elemente tjera. Ka për shembull edhe elementin e tubimit në një shtëpi ku muslimanët tubohen, po ka edhe një element të katërt, disa veprime të caktuara, si për shembull ai veprimi që ne u quam në këmbë kur lexuam për Muhammedin a.s. kur i shohim atij salat dhe selam. Po ndalëm të analizojmë të gjitha këto veprime, do ta shohim shumë lehtë. Në kohën e pejgamberit a.s. a kishte poezi? Padyshim që kishte poezi, po jo poezi të thjeshta, kishte poezi që e lëvdonin atë. Poeti i tij Hasani kur i tregoi pejgamberit a.s. poezinë që ja kishte thurur, i dashuri i Zotit u gëzua aq shumë sa që e nxori gjyben e vet dhe ja dha atij dhurat. Pra kishte pasur poezi që ishte në kohën e Muhammedit a.s. Po këtë melodinë që e bëjmë ne, poezia qysh në atë kohë, edhe herët ndër arabët edhe vazhdimisht historikisht, poezia është recituar me një lloj melodie, si e recitojmë ne mevludin. Po nëse kërkojmë vetë në jetën e Muhammedit a.s., sigurisht se do të gjejmë. Ju të gjithë e dini rastin e Hijretit, apo jo? Kur hyri pejgamberi a.s. kur e pan nga larg se vjen është duke ardhur në Medinë, çfarë bën nga gëzimi banorët e Medinës? Si than, tala al badru alejna min thaniyati alwada, filluan që të këndojnë. Wajaba shukru alejna ma daa lillahi da. Agoj hëna 14 që nga i vendi i miqësisë sa të gëzuar, po të presim falemderit Perëndis, kështu e kanë përkthyer, e kanë shqipruar shqip. Po elementi i tretë që është bashkimi i tubimi i njerëzve. Padyshim që është i liçuar. Pejgamberi a.s. thot nuk ka një vend në cilin tubohen njerëzit për përkujtuar mësimet e Zotit, Kur'anin, porositë e tija. E Zoti thot atyre njerëzve të mos ju çojë melek që do i mbulojnë me mëshirë, do ju hyjë atyre prehja në zemrat e tyre e kështu me radhë. Po elementi i katërt, për elementin e katërt dietarët kanë pasur kontradikta, po dietarët tanë të gjithë janë të një mendimit se të çohesh në këmbë, jo vetëm për më dashurin e krijesave Muhammedin a.s., po për babain, të çohesh në këmbë edhe për një njeri që e respekton, është shumë shenjë e madhe. Kur erdh Muadhi, kur e prisnin për fisin Beni Quraidha që tha pejgamberi a.s. ai do ta jap verdiktin dhe gjykimin. Kur hyri ai si tha popullit të tij, tha kumu ila sayyidikum, çohuni në këmbë se ka ardhur zotëria juaj, zotëria e fisit tuaj. E nëse për një zotëri fisi duhet të çohemi në këmbë, nuk ka asnjë problem nëse çohemi në këmbë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shenjë respekti për pozitën e tij të lartë. Pra këto fjalë i them që jemi të gjithë të qetë se me mevludin e vetvete nuk ka ndonjë gjë që është problematike. Përveç asaj, ka edhe një gjë shumë të mirë. Gjatë kohës së gjatë dhe të vështirë të komunizmit, me anë të mevludit është ruajtur Islami dhe historia islame nëpër njerëzit, nëpër banorët. Të gjithë janë tubuar në një shtëpi, ka lexuar hoxha mevlud dhe kanë dëgjuar historinë e Muhammedit a.s., kanë mësuar për jetën e tij, për mësimet e tij, për vuajtjet e tij, për sfidat e tij, për provat e tij. Ka luajtur një rol shumë të madh dhe të rëndësishëm për zhvillimin e Islamit, nëse jo zhvillimin të paktën për ruajtjen e tij që të mos shkojë prapa. Pra mevludi si vetvete si element është shumë i madh. Po sa i përket lindjes së Muhammedit a.s., a bën të përkujtohet ose a bën të festohet? Do sjellim disa fakte. Zoti në Kur'an na thot kështu, kur flet për Yahyan a.s. thot wa salamun alayhi yawma wulid. Selami paqja qoftë për atë, për Yahyain a.s. ditën kur u lind ai. Flet për Isain a.s. kur ka folur në djep i vogël, ndër fjalët e para që i ka thënë, si ka thënë wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut. Paqja qoftë mbi mua ditën kur kam lindur dhe ditën kur do të vdes. E dietarët parashtrojnë këtë pyetje që përmban në vete një analogji. Nëse paqja duhet të jetë dhe ja vlen të shënohet, të përmendet si ditë e madhe, dita kur ka lindur Yahya a.s. dhe Isa a.s., çfarë mund të themi për pejgamberin e Zotit, cilin Zoti e dërgoi të fundit, por kur e përmendit të parin? Dhe tha wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka.
E kur morën besën e pejgamberëve të gjithëve, po edhe besën tënde, minke wa min Nuhin, dhe të Nuhit, Ibrahimit, Musait dhe Isait. Pejgamberi alayhis salam është më i zgjedhur i të gjithëve, prandaj dita në cilën ka lindur ai meriton që të shënohet më shumë se sa ditët në cilën kanë lindur profetët të tjerë. Pastaj është edhe një ajet tjetër ku Zoti thotë: "Wa dhakkirhum bi ayyamillah", dhe përkujtoja u atyre ditët e Zotit. Ditët e Zotit nuk ka për qëllim festat, sepse festat janë të shënuara dhe njihen si fest. Ditët e Zotit janë këto ditë të mëdha në të cilat kanë ndodhur edhe punë të mëdha. Muhamedi alayhis salam ishte më i miri i krijesave. Zoti fuqiplot e pastroi dhe lëvdoi mendjen e tij dhe tha: "Ma dalla sahibukum wa ma ghawa", shoku juaj as ka humbur rrugën as ka lajfitur. Pastaj pastroi dhe lëvdoi gjuhën e tij dhe tha: "Wa ma yantiqu anil hawa", ai nuk flet nga hamendja, çdo fjalë që e thotë është shpallje që i vjen nga Zoti. Pastaj ja lëvdoi mësuesin dhe tha: "Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa", tha e ka mësuar atë ai i fortë, i engjulli i fortë. Zoti e lëvdoi pejgamberin alayhis salam dhe ja lëvdoi shikimin dhe tha: "Ma zagha al-basar wa ma tagha", asesi nuk u luhat shikimi i pejgamberit alayhis salam dhe as nuk i tekaloi kufi. Ja lëvdoi edhe zemrën dhe tha: "Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a", zemra e tij nuk ka gënjur asnjëherë për atë që e pa kur shkoi në Mi'raj, lart në 7 kat qiej. Zoti e lëvdoi atë dhe ja lëvdoi tërqenjen dhe tha: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", ti vërtet je në një pjedestal të lartë të moralit. Dhe i tha: "Të kemi dërguar ty, o Muhammed, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ty të kemi dërguar mëshirë për gjitha botët. Dhe tha vetë në Kur'an: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih", thuaj me mirësinë e Zotit dhe me mëshirën e tij. Fa bidhalika falyafrahu, me këtë le të gëzohen besimtarët. Për këtë le të jenë të kënaqur besimtarët. Dhe Ibn Abbasi kur e pyetën kush është kjo mëshirë, tha: "Përse më pyesni? A nuk keni lexuar fjalën e Zotit ku thotë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin"? Ne ty nuk të kemi dërguar për gjë tjetër përveç se mëshirë për gjitha botët. Andaj për këtë duhet besimtarët të jenë të gëzuar." Dhe kjo është arsyeja që na ka mbledhur neve të gjithëve këtu sonte. Pejgamberi alayhis salam erdhi në vitin 570 të erës son, në vitin e elefantit. Në atë vit lindi. Transmetime të ndryshme përshuajnë se ka ndodhur me të vërtet shumë alamete, që janë ndriçuar pallatet e Kisras, janë ndriçuar pallatet në Sham me kështu me radhë, që kanë parë drita të mëdha ditë që ka lindur ai. Këto të gjitha janë transmetime që përmenden në librat e historisë. Po për ardhjen e pejgamberit alayhis salam atë natë, ata që kanë qenë ehlul kitab e kanë hetuar dhe kanë thënë këtë natë pas ka lindur i dërguari i fundit i Zotit. Dhe gjithë kanë shpresuar që të jetë nga mesi i tyre. Kjo nuk është çudi, sepse Zoti ka paralajmëruar njerëzimin që nga fillimi se do të vijë një pejgamber i fundit që do e ketë emrin Muhammed. Edhe Musai, edhe Ibrahimi, edhe Isai, edhe të gjithë pejgamberët e zgjedhur të Zotit kanë paralajmëruar për ardhjen e profetit të fundit. Bile përmendën në Hilyatul Awliya, Imam Ibn Nuaimi përmend një ndodhi. Dhe thot kështu: në kohën e Musait alayhis salam kishte pasur një njeri që kishte qenë mëkatar i madh. Dhe ky njeri nuk kishte lënë asnjë punë të keqe pa e vepruar. Bile në popullin e vet kishte qenë i njohur si Fasiku Bani Israil, njeriu i prishur i Bani Israilve. Shumë i prishur. Kur kishte vdekur, askush nuk ishte interesuar për atë, as që ja kishin kërkuar xhenazë. Xhenazja e tij kishte përfunduar në një vend ku i kishin hedhur mbeturinë. I shpa Zoti Musait alayhis salam dhe i thotë: "Të shkosh në filan vendin dhe ta kërkosh filan njeriu." Musa i thotë: "Do të shkoj o Zot." "Padyshim se do shkoj. Po nëse më lejon dua të pyes, pse këtë njeri? A nuk është ky Fasiku i Bani Israilve? A nuk është ky ai që i ka bërë këtë të keqe, këtë të keqe, këtë të keqe, gjitha këto punë të këqija i ka bërë?" Zoti i thotë: "Shko, merr e pastroja xhenazën, qefinose dhe varrose." Shkon Musa alayhis salam dhe i bën të gjitha këto punë siç e urdhëron Zoti i gjithësisë. Dhe pasi përfundon, Zoti i thotë: "O Musa, a e di pse të dërgova që ta bësh atë punë me atë njeri?" Thotë: "Jo o Zot, ti e di më së miri." Thotë: "Të dërgova ta bësh atë punë me atë njeri sepse ai kishte pasur një praktik. Sa herë që i kishte rënë në duar që të lexojë ndonjë pjesë të Teuratit ku përmendet emri i Muhammedit alayhis salam, është ndalur dhe është lutur për Zotin që t'i çojë salavat. Prandaj thotë: unë e bëra që ai të varroset në formën siç e meriton." Edhe sot, nëse ndalesh dhe lexon Biblën, do të ndjesh paralajmërimet për pejgamberin e fundit, Paraklitis në gjuhën greke, që do të thotë i lëvduar.
E Zoti e përmend këtë në Kur'anin tonë, në cilin nuk ka dyshim. Dhe thot për Isai'n a.s. Wa mubashiran bi rasul, unë jam përgëzues për një dërguar që do të vi pas meje, min ba'di ismuhu Ahmed, për një dërguar që do të vi pas meje dhe që do e ketë emrin Ahmed. Ahmed, Muhammed, Hashir, nga emrat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra për pejgamberin alayhis salam kam paralemruar gjithë të dërguarit e njerëzisë. Dhe ne kemi fatin që të jemi ummeti i tij. Besoj që të gjithë keni dëgjuar se Musa alayhis salam kur kishte patur munaxhatet me Zotin e vet, bisedat me Zotin e vet, i kishte thënë o Zot, inni ara maktuban fil alwah, unë shoh se ka këtu të shkruar në pllaka se do të vinë një popull që kur do të veprojnë një punë të mirë, ti do t'ju japësh atyre 10 shpërblime për atë punë të mirë, po edhe do t'ua shumë fishosh. E shoh se do të vinë një popull që kur do të bëjnë ata një të keqe, do t'ua shkruash vetëm një të keqe dhe nuk ua shkruan më shumë. E shoh një popull që kur do të jenë duke ngrënë dhe atyre ju ngec kafshata në fyt, ti do t'ju shlihesh gjunahet për hir të asaj vuajtje të vogël që e përjetojnë. E shoh se do të vijë një popull, një ummet të cilët do të agjerojnë dhe kur do të vijë koha e iftarit, ti do t'i largosh të gjitha perdet mes teje dhe atyre dhe do t'ua pranosh duat. Dhe pas secilës që thoshte, secilës fjali i thoshte Allahumma ij'alhum ummati, ya Rabb, o Zoti im bëje që të jetë ummeti im, lutej Musa alayhis salam. Dhe secilën herë Zoti i përgjigje, jo Musa, innahum ummatu Muhammed, këto janë përgatitur të gjitha për ummetin e Muhammedit. I tha për të parën, tha janë për ummetin e Muhammedit. I tha për të dytën, tha janë për ummetin e Muhammedit. I tha për të tretën, tha janë për ummetin e Muhammedit. Atëherë nuk i mbeti tjetër Musait alayhis salam përveç se ti thot ja Rab, ij'alni min ummati Muhammed, në ummeti Muhammed. Atëherë Zot, më bëj mua të jem ummeti Muhammedit. Të gjithë pejgamberët kanë lutur Zotin që t'i bëj pjesëtar të ummetit Muhammedit alayhis salam. Ai ka bërë. Natën kur ka bërë pejgamberi alayhis salam Isra, i ka falur, ka qenë imam i gjithë pejgamberëve. Prandaj i thon imamul anbiya, imam i të gjithë të dërguarve. Krijesa me zgjedhur e Zotit. Ne jemi shumë të vegjël për të folur për atë. Prandaj poeti ka thënë me të drejtë, nuk të lëvdova asnjëherë me fjalët e mia, por lëvdova veten kur të përmend aty në poezitë e mia. Edhe ne që jemi këtu, ne kemi ndëruar veten që dëgjojmë për Muhammedin alayhis salam, duke filluar nga unë fakiri këtu. Prandaj duhet jemi me njohë Zotit që jemi ummeti Muhammed. Ummeti për cilin pejgamberi i Zotit në botën tjetër do ta mbaj kokën në sejdë. E Zoti do t'i thotë, largoje kokën o Muhammed, çfarë je duke bë? Thotë o Zot, ummeti, ummeti. E do t'i thotë irfa ra'sak washfa tushaffa. Çoje kokën, bën shefat se do të pranohet i gjithë shefati. E pejgamberi alayhis salam duke u larguar nga kjo botë, edhe në botën tjetër, çfarë thoshte? Ummeti, ummeti, ummeti im, ummeti im. E sonte duhet ta pyesim veten një pyetje. Çfarë bëjmë ne për Muhammedin alayhis salam? Dhe në këto ditë duhet të dëshmojmë veten çfarë bëjmë ne për Muhammedin alayhis salam, më shumë se sa kur. Jemi të gjithë dëshmitar që në këto ditë të shënuara është duke u bërë një sulm shumë mirë i planifikuar dhe mirë i menduar kundrejt figurës së njeriut më të mirë të njerëzimit. Nuk do të mund që ta ndyjnë asnjëherë portretin e tij. Sado që të mundohen, nuk mund që t'i bëjnë ndonjë dëm personalitetit të tij. Po na bëjnë neve dëm. Mund të na bëjnë neve shumë dëm. Sepse këto janë sprova për gjithë ne që të shoh Zoti se si do sillemi ne si ummeti Muhammedit alayhis salam. Prandaj është e udhës që çdo ditë ta pyesim veten para se të shkojmë të flejmë, ta marrim veten në llogari dhe të shohim çfarë bëra unë sot për ta mbrojtur Islamin dhe Muhammedin alayhis salam. A kam bërë unë sot përveç bredhjeve në dynja, pas gajleve të dynjas, pas riskut, pas familjes, pas problemeve, pas gjitha angazhimeve, çfarë bëra diçka për Allahun të sinqert që e di vetëm Zoti dhe unë për ta mbrojtur fenë e tij dhe për ta çuar para fenë e tij. Është shumë me rëndësi ta pyesim veten sa kontribut kemi dhënë. Nuk kërkon prej nesh as Zoti e as që pret prej nesh njerëzimi, as që na merr në llogari për rezultatet, por Zoti gjithsesi do na marr në llogari për mundin ton, për angazhimin ton. E keni dëgjuar të gjithë atë rastin me Milingonën që përshkruhet në histori, edhe për nuk që i vërtet, edhe po që e pamundur. Megjithatë, është një rast shumë mësimdhënës. Kur e kishin hedhur Ibrahimin alayhis salam në zjarrin e madh shumë të madh, që i kishte përgatitur për të Nemrudi, kishin parë një milingon. Disa thonë se kishin parë një plumb e kështu me radhë.
mundohej që të çoj pak ujë te zjarri. Kur e panë pyetën për çfarë bën ti, çfarë do të bëj ky ujë jot, disa pika ujti, pikla të vogla ujti kundrejt këtij zjarri shumë të madh. Çfarë do të bëjnë? Do ta shuajnë zjarrin, jo. Por shihni çfarë përgjigje madhështore nga kjo ndodhi dhe që na bën neve të reflektojmë. Tha unë e di se nuk mund ta shuaj zjarrin, por të paktën, më pakta që mund ta bëj është t'i tregoj Zotit se në cilën anë jam vendosur. Që t'i tregoj Zotit se me këtë qëndroj, t'i tregoj Zotit se çfarë qëndrimi kam, t'i them o Zot, unë me mundësitë e mia, u mundova, wa ma tawfiqi illa billah, por suksesi vjen vetëm nga Allahu fuqiplot. Nga asnjë njeri, nga asnjë sebeb, ne kemi obligimin që të mundohemi dhe për këtë do të merremi në llogari. Por suksesi do vi vetëm nga Allahu. Andaj edhe ne duhet që çdo ditë të merremi me diçka që do ta bindim veten se kemi bërë diçka në udhë të Zotit. Të shpërndash një hadith, ti tregosh mikut tënd, shokut tënd një punë të mirë, një fjalë të mirë, të bësh një punë të vogël, të largosh një gur nga rruga. Fshatillarës është shembull, mua më pëlqen shumë dhe i ndjek vazhdimisht aktivitetet tuaja. Punë të mëdha jeni duke bërë. Të gjitha ato janë sadaka, të gjitha ato janë punë të mira, të gjitha ato shkojnë në dobi të Islamit dhe jo në dëm të tij. E personte Muhamedi a.s. do na nderoj neve që të flasim shkurtimisht për vetëm disa aspekte të tija. Muhamedi a.s. ishte madhështor në çdo aspekt dhe thonë dietarët që e ka arritur kemalin njerëzor, ka qenë i plot për kryerjen, për sosmërinë njerëzore e ka arritur Muhamedi a.s. Ka dietarë si Farabiu, filozof që flasin në veprat e tyre dhe thonë që është e mundur mendërisht që edhe ndonjë njeri tjetër të arrijë kemalin për kryeshmërinë, por është e ndaluar, nuk është e pranueshme fetarisht dhe nuk ka pasur. Dhe ne themi se nuk mundet dhe nuk do të ketë ndonjë njeri që do të mund të arrijë për kryerjen njerëzore përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka arritur për kryerjen në çdo aspekt. Prandaj çdo veprim i tij është analizuar në thellësi dhe në detaje sepse ka pasur një urtësi të vetën se pse është bërë ashtu siç është bërë. E ky Muhammed alayhi salam, alayhi afdalu salati wassalam, edhe pse ishte kaq madhështor, ishte shumë i thjeshtë. Kjo të bën të ndalosh dhe të çuditesh. Ishte aq madhështor, por megjithatë ishte shumë i thjeshtë. Është shumë e vështirë kur ke në vetvete një diçka të madhe që ta shfaqësh, ta prezantosh në forma të thjeshta dhe të vogla. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam thot utitu jawami al-kalim. Ma ka mundsuar Zoti që gjitha kuptimet e mëdha të jap shumë manaja, të jap shumë kuptime, të jap shumë mësime me pak fjalë. Me shumë pak fjalë. Thot pejgamberi alayhis salam innamal a'malu bin-niyyat. Veprat vlerësohen sipas qëllimit. Në çdo segment të jetës tënde do jetosh 60 vite, në çdo punë që do jetosh, në çdo lloj veprimtarie dhe pune që do ta kryesh, do të kujtohet kjo fjalë e Muhamedit alayhis salam. Ka thënë aq shumë me pak fjalë. Këtë e kishte ai, sepse ishte i dërguar mrekulli, ishte i zgjedhur nga Zoti i gjithësisë dhe kishte përkryer atë në formën njerëzore. Ishte i bukur, ishte i buzëqeshur, ishte i dashur me të gjithë ata që shihte. Sot ne, pak do na vështirësohen punët më një herë ngrysim fytyrën. Dhe sa herë që e ngrysim fytyrën është shumë e drejtë ta kujtojmë Muhammedin alayhis salam. Sa të vështirë kishte jetën, sa shumë pozitivitet reflektonte. Me një vëlla këtu që është prezent, ne e përdorim çdo herë. E thrasim njëri tjetrin xherir. Përse e thrasim xherir? Sepse ka pasur një sahabit pejgamberit alayhis salam që e ka pranuar Islamin ka viti i 8 i Hijretit, ka jetuar 2 vite me Muhammedin alayhis salam. Dhe thot kështu: "Ma ra'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa wa tabassam." Sa herë që më ka parë Muhammedi alayhis salam, që ditën kur e kam pranuar Islamin, çdo herë më ka buzëqeshur. Për 2 vite të plota, për 700 ditë e tepër, mendoni se nuk kishte asnjë dert, një ditë të vetme, nuk kishte i brengosur dhe nuk kishte forcë, do t'i fliste, po do i fliste pa buzëqeshur. Jo, pejgamberi alayhis salam edhe atëherë gjente forcën që të buzëqesh. Ishte aq shumë i ngarkuar, po kishte kaq shumë pozitivitet sa i randonte pozitiviteti. E ku ta gjejmë ne këtë pozitivitet? Po ja unë u ofroj burimin që kishte Muhammedi alayhis salam. Kur ju ndal shpallja, kur ju pauzua shpallja dhe u mërzit, Zoti e motivoi dhe vazhdon ta motivojë edhe neve dhe i tha wad-duha wal-layli idha saja, kaptina e paraditës. Pas cilës kaptin vjen kjo kaptin në Kur'an? Pas kaptinës së natës.
që tregoj Zoti se edhe pse është natë, edhe pse ke vështirësi, edhe pse ke vuajtje, do të vijë një ditë që unë të them wadduha, është shumë afër agimi, wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wama qala. Zoti ty i thot as që të ka thënë lam të mirë, as që të ka lënë, wama qala, as të ka braktisur. Dietarët e belagës thonë një diçka shumë të madhe. Le të lexojmë bashkë surën wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wama qala walal-akhiratu khairul laka min al-ula. E thon dietarët pyesin vallë. Zoti i tha ma wadda'aka, pse nuk i tha ma qalak? Pse nuk ja shtoi atë qala? Qalak ja shtoi vetëm për emrin e ngjitur, nuk të ka lënë ty, vetëm tha nuk të ka lënë. Pse? Sepse thon dietarët, aq shumë vlerë kishte Muhamedi alayhi salam te Zoti, sa që Zoti kur përmendi një fjalë të dhimbshme si braktisja, refuzoi që këtë fjalë t'ia vë, t'ia bashkangjes Muhamedit alayhi salam. Refuzoi ta vendos emrin e tij ngjitur me braktisjen. Nuk mund ta vendos sepse e ka vendosur krah ti në çdo shahadet. E si do ta vendos atë krah ti kur të thot qala, të kam braktisur. Ka shumë vlerë kishte Muhamedi alayhi salam, i cili reflektonte pozitivitet dhe mirësi në çdo hap të tij. Muhamedi alayhi salam ishte shumë i mirë me fëmijët, ishte shumë i mirë me të rriturit, ishte shumë i mirë me të rinjt, ishte shumë i mirë me gratë, ishte shumë i mirë me pleqt, ishte shumë i mirë me miqt, ishte shumë i mirë me armiqt, ishte shumë i mirë me ata që i njeh, ishte shumë i mirë me ata që nuk i njeh, ishte shumë i mirë me gjithë njerëzimin. Dhe thot transmetuesi kur e përshkruan Muhammedin alayhi salam, të gjithë ata që e kanë parë dhe janë munduar ta përshkruajnë, kur e kanë përshkruajnë kanë thënë nuk kanë parë më të mirë se ai, as para tij as pas tij as kënd tjetër. Muhammedi a.s. kur ishte me fëmijët, sillej me ta siç duhet të sillet njeriu me fëmijët. Çfarë bënte me fëmijët? Luante me ta. Tregojnë transmetimet se ka pasur një fëmijë që është quajtur Ebanu Sairi, ka pasur nofkën Ebanu Sairi. E ka pasur një zog të vogël me cilin ka luajtur. Dhe sa herë që pejgamberi selam e ka parë atë, ka pyetur ja Ebanu Sair, madha fa'ala an-Nughair? O Ebanu Sair, çu bë me atë zogun tënd të vogël? Secilën herë me fëmijën, mos u sill si me të madhin, me fëmijën sillu si me fëmijë. Të ta mëson Muhamedi alayhis salam. Një herë një tjetër një fëmijë kishte ardhur duke qëndruar në mexhlisin e madh dhe ishte ulur me një herë mes pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit. A kishte ndodhur kjo më parë asnjëherë? Abu Bekri ishte çdo herë me Muhamedin alayhis salam. Kishte ardhur një fëmijë dhe ishte ulur. Disa sahabë me një herë shkuan dhe thanë, ta largojmë ja Resulullah. Tha jo, lejeni këtu. Mos ja prishim qejfin, ka ardhur ai gëzuar se jam ulur afër Resulullahit. Mos e largoni, tha lejeni këtu. Muhamedi alayhis salam i donte fëmijët. Prandaj është thënë drejt se në një xhami, në një vend fetar, ku nuk dëgjohen lojat të qeshura të fëmijëve, duhet të friksoheni për të ardhmen e atij vendi. Muhamedi alayhis salam këtë deshi të na mësoi, që t'i duam fëmijët, t'i afrojmë. Si thon arabët, thon men shabba ala shay'in shaba alayh. Kush rritet me një diçka do plaket me atë. Se ne i rrisim fëmijët me islam, do plaken me islam. Muhamedi alayhis salam këtë deshi të mësoi. Muhamedi alayhis salam ishte shumë i mirë me të rinjt, sepse kishte dëgjuar Zotin që e mësonte në Kur'an, që kur mushrikët e asaj kohe kishin shar Ibrahimin alayhis salam dhe kishin dashur që ta nënvlerësojnë, si kishin thënë, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemi dëgjuar që është një djalosh i ri që i shan dhe fol kundër këtyre zotave ton. I thon Ibrahim me pas ka emrin, kështu diçka. E Zoti e përmend këtë, e kanë përmendur se si e kanë thënë mushrikët. Andaj muslimani nuk duhet ta thotë ashtu. Po çfarë duhet të bëj? Muslimani duhet të riu, të jap përgjegjësi. Muhamedi alayhis salam kur e la zëvendësin në Mekë, ishte 16-17 vjeç, kur e caktoi Usamen në krye të ushtrisë që do luftonte perandori, ishte vetëm 16 vjeç. Muhamedi alayhis salam kur e çoi Mus'ab ibn Umairin, sot në moshën e tij që ka shkuar si ambasador i parë në Medinë, sot do ta llogarisnin me ndarjet e sotme, do ta llogarisnin adoleshent. Muhamedi alayhis salam ju besonte të rinjve, ju jepte angazhime atyre, i vlerësonte ata sepse e dinte se angazhimi e rrit të riun, e pjek të riun, e bën atë që të jetë më i vendosur. Ju i dini më mirë se unë rezultatet e këtij lloji edukimi. E dini të gjithë se Tariq ibn Ziyadi kur çliroi Andaluzin ishte në të 20-tat, Sultan Mehmet Fatihu i dytë kur çliroi Konstantinopolin ishte në të 20-tat. Sa shembuj të rinjve musliman
që kanë arritur me edukim të duhur që buronte nga Muhamedi a.s. të bëjnë punë shumë të mëdha. Muhamedi a.s. ju besonte grave, i besonte gruas, femrës muslimane, e vlerësonte atë ashtu siç ka dashur Zoti ta vlerësoj, dhe i tregoi burrit që asesi të mos mendoj se ka ndonjë përparësi dhe prioritet me të, pa mbi të. Prandaj i tha: "En-nisa'u shaqa'iqur rijal", ta dini, tha, se gratë janë të barazvlefshme tek Zoti me burra. Nuk ka dallim se një njeri është burr do ketë sevap më shumë te Zoti se sa një grua. Nuk është kjo në Islam. Prandaj kush ishte ankuar njëra nga nënat e besimtarëve, i kishte thënë: "Ja Resulullah, unë dëgjoj në Kur'an që Zoti e përmend shumsin gjuhën arabe kur përmendet shembull muslimun, besimtarët, edhe në gjuhën shqipe, besimtarët, nëse themi, përfshin edhe burrat edhe gratë. Mirë, po emri si emër gjinin e ka, gjini mashkullore. Fjala si fjalë. Ajo kishte thënë: "Ja Resulullah, unë dua që të përmendet edhe emri i gjinisë femrore. Përse nuk përmendet vallë edhe emri i gjinisë femrore?" E Zoti shpalli ajetet me njëherë: "Innal muslimine wal muslimat", muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të përullurit dhe të përullurat, e kështu me radhë. E pejgamberi alayhis salam e vlerësonte femrën, por mbi gjitha edhe e kuptonte natyrën e saj delikate dhe kujdesej për të. Në një rast kishin qenë duke i transportuar njërë nga bashkëshortet e tija, dhe brenda kishte pasur shoqëruese. Dhe ata njerëzit që kishin qenë duke e bardhur atë mjetin e transportit, kishin qenë paksa të vrasht. Dhe Muhamedi alayhis salam ishte drejtuar dhe kishte thënë: "Rifqan bil qawarir", kujdes si silleni me gotat e qelqit. E kishte kuptuar natyrën e brisht të gruas dhe femrës, prandaj e kishte respektuar atë në atë formë që e ka krijuar Zoti. Muhamedi alayhis salam i donte, i respektonte edhe pleqt. Ka transmetime që të bëjnë të mbushesh me dashuri, me formën si Muhamedi alayhis salam sillej me moshën e shtyrë. Do ta sjell për ju vetëm një rast për të mos u zgjatur shumë. Kishte ardhur një grua një herë te Muhamedi alayhis salam dhe i kishte shkuar mendja, kishte thënë: "Ja Resulullah", grua plak, ajuz, e përmendin transmetimet: "Ja Resulullah, a do të hyj unë në xhennet?" E pejgamberi alayhis salam ishte kthyer dhe i kishte thënë: "Jo, pleq nuk do të hyjnë në xhennet." Ajo ishte mërzitur. Kishte filluar të qaj, ishte prekur se nuk do të mund të hyjë në xhennet. Atëherë pejgamberi alayhis salam kishte thënë: "Jo, ti nuk do të hysh në xhennet plak, po kur do të hysh në xhennet, do të hysh në xhennet e re. A nuk e ke dëgjuar thotë se Zoti thotë: Inna ansha'nahunna insha'a", ne thotë do t'i rikrijojmë ato, do t'i bëjmë që të jenë të reja, të gjithë do të hyjnë në një moshë në xhennet. Muhamedi alayhis salam i respektonte mbi gjitha, edhe i donte pleqt, po edhe bënte shaka nga një herë me ata, sepse e kuptonte natyrën e tyre, sepse e dinte se kanë nevojë për t'u sjell mirë dhe me fjalë të ëmbla e të buta t'i respektosh ata. Muhamedi alayhis salam e çmonte gjithkënd. I çmonte të rriturit, i çmonte burrat, i çmonte gratë, i çmonte fëmijët, i çmonte të rit, i çmonte pleqt, dhe këtë donte ta shoh edhe tek ne. Këtë donte ta shoh edhe tek ne. Prandaj si ka thënë: "Nuk është prej nesh ai që nuk e respekton të diturin nga mesi i vet, ai që nuk e respekton plakun nga mesi i vet." Ka thënë: "Nuk është prej meje. Nëse dikush sillet si besimtar i mirë, por nuk i respekton njerëzit që janë më të moshuar se ai, ta dish se ai ka defekte dhe nuk përfaqëson besimin në tërësitë Muhamedit alayhis salam. Jo. Për ta përfaqësuar mësimin e tij duhet të jesh i mbuluar me respekt, me mirësjellje për çdo kategori dhe për çdo pjesë të shoqërisë. Ky ishte Muhamedi alayhis salam, të cilin Zoti e dërgoi të jetë dritë për gjithë njerëzimin. E unë dua që të lexojmë bashkë disa jete ku Zoti e përshkruan Muhamedin alayhis salam. Dhe na mëson si të sillemi me të. Thot: "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da." Thot: "O besimtar, kur të flisni për të dërguarin e Zotit, mos e thirrni atë siç e thirrni njëri tjetrin." Vazhdon Zoti dhe thot: "La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi." Asesi mos e çoni zërin tuaj përmbi zërin e pejgamberit alayhis salam. Kur u shpall ky ajet, një njeri që vazhdimisht e donte shumë Muhamedin alayhis salam, mirë po kur kishte dëgjuar këtë ajet dhe ajetin që thot se juve po nuk e quat zërin lart mbi pejgamberin alayhis salam, mund të ju fshihen gjitha punët e mira, ky njeri u zhduk. E pejgamberi alayhis salam e kërkonte: "Ku është vallë?" Derisa një ditë tha: "Shkoni dhe ma thirrni ta shoh ç'është problem." Dhe erdhi ai, ishte mërzitur.
Dhe i tha, ja Resul Allah, po unë natyrshëm e kam zërin e lartë, dhe kam frikë se po e shova zërin tim mbi zërin tënd do më fshihen të gjitha punët e mira, prandaj u friksova shumë që të marr pjesë në mexhlisin tënd. E Zoti na mëson si cilemi me Muhammedin alayhis salam. Përse? Sepse thot vetë në Kur'an, ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Muhammedi alayhis salam nuk është thjesht një baba i dikujt nga burrat tuaj. Walakin khataman nabiyyin, Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammedi alayhis salam është i dërguar i Zotit dhe vul e mbar pejgamberisë. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Zoti e di shumë mirë çdo gjë, përfshin çdo gjë, atë që e ke brenda, atë që e ke jashtë, atë që e mendon për Muhammedin alayhis salam, atë që e shfaq për Muhammedin alayhis salam. Dhe vazhdon Zoti dhe i thot, ja ejuhen nabi, o ti dërguar, inna arsalnaka shahida, ne të kemi dërguar ty që ti jesh dëshmitar për popullin tënd, wa mubashshira, t'ju japish myshde të gjithë atyre që do të besojnë, wa nadhira, edhe të tërheqësh vërejtjen, mos e vepro këtë, wa da'iyan ila Allah, dhe mbi gjitha të kemi quar ty që t'i kapësh njerëzit për dorë dhe t'ju thuash, kjo është rruga e Zotit, unë ju ftoj për tek Zoti, po si bi idhnihi me lejen e Zotit. Wa sirajan munira, unë jam pishtar ndriçues. Muhammedi alayhis salam ishte pishtar ndriçues në netët më të errta të ignorancës, në netët më të errta të jetës, në netët më të dhimbshme ku nuk sheh dot zgjidhje dhe rrugdalje. Muhammedi alayhis salam është drita jote. Muhammedi alayhis salam është ndriçuesi i rrugës tënde. Muhammedi alayhis salam është ai që të kap për dorë dhe të nxjerrë në shtegun e shpëtimit. Wa bashshiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Dhe ata që do të besojnë ty dhe mua o Muhammed, që të besojnë mua duke të besuar ty si pejgamber, jep ju myshde se do të kenë te Zoti mirësi shumë të mëdha. Wala tuti'il kafirin, mos i dëgjo qafirët, mos besimtarët, wal munafiqin, as mos ju bind atyre që janë hipokrit, wada' edhahum, largoju nga dëmet, nga sharit, nga fyret, nga ofendimet që t'i bëjnë ata, largoju nga ata, lej anash ata, wa tawakkal ala Allah, dhe mbi gjitha mbështetu në Zotin, e Zoti të mjafton që t'jesh i mbështetur në të. Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammedi alayhis salam është një i dërguar para të cilit ka pasur edhe të dërguar tjerë. Fa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Zoti e shpalli këtë ajet që tregoj njerëzve se Muhammedi alayhis salam mund mos të jetë fizikisht prezent në mesin e muslimanëve, por muslimanët asnjëherë nuk guxojnë që të kthehen prapa, edhe nëse ndron jetë Muhammedi alayhis salam ose vritet. Muslimanët duhet që çdo herë të mbajnë të gjalla mësimet e tij. Ne sot fizikisht nuk e kemi Muhammedin alayhis salam, por e besojmë atë, i ndjekim mësimet e tij dhe i zbatojmë ato në jetën tonë. Dhe për fund dua që ta përmbyllim me një diçka. Një njeri, sahabi Muhammedit alayhis salam, kishte shkuar të i dashur i Zotit dhe ishte mërzitur. Pejgamberi alayhis salam i kishte thënë, ç'ke që je mërzit? I tha, ja Resul Allah, mërzitem sepse kam fatin që t'jem sot me ty. Të jem këtu me ty, të flas me ty, të qëndroj kaq afër pranë teje. Por nëse do Zoti dhe shkojmë në xhennet, ti e khatamun nabiyyin, ti e vula e pejgamberëve. Ti e njeriu më i mirë që ka ekzistuar mbi faqet të dheu, po edhe sa të dërguar tjerë, e të mirë të tjerë, e besimtar të mirë tjerë që kanë kaluar prej Ademit alayhis salam deri më sot, ti do t'jesh me ata ja Resul Allah në xhennet. E unë jam një njeri i thjesht, nuk kam shumë punë të mira, e unë nuk kam mundësi që t'jem pranë teje në xhennet. E qante se në këtë botë kam mundësi të jem me ty ja Resul Allah, po në botën tjetër ti do jesh shumë më lartë në drejgje se sa unë. Si të vi unë i mjeri, si të arri unë deri në gradën tënde, si të arri deri në gradën e atij që nuk bën të gabime, por përsëri falej vazhdimisht gjithë natën, derisa damarët i bëheshin sa të gishtit damarët e këmbës. Dhe thoshte, e fela e kunu abden shekura, pse të mos jem rob mirënjohës. E si të arri gradën atij? Edhe pejgamberi alayhis salam qëndroi i heshtur. Nuk diti çfarë ti thot. Nuk pati përgjigje për atë njeri. E përgjigjen për atë njeri dhe për të gjithë ata që ju lëngon zemra nga dashuria dhe duan të jenë afër me Muhammedin alayhis salam,
e zbriti Zoti i vetë Muhammedit a.s. Dhe tha, wa men yuti illaha war rasul, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, fa ulaik, këta njerëz, me alladhina an'ama Allahu alejhim, do t'jenë me ata të cilve Zoti ju ka dhënë mirësi të shumta, minan nabiyina was siddiqina was shuhadai was salihin, do t'jenë në shoqëri të pejgamberëve, të sinqertëve, të shahidëve, të mirëve, wa hasuna ulaika rafiqa. E sa shoqëri e mirë është kjo? Nuk ka shoqëri më të mirë se sa kjo. Prandaj ne sot, nga ky vend, nga ky mezhlis, le ta mbjellim zemrat tona se nëse duam që të jemi me Muhammedin a.s. duhet t'i bindemi atij dhe t'i bindemi Allahut fuqiplot. Fala wa rabbika la yu'minun. Jo pasha Zotin tënd o Muhammed, askush nuk ka besuar plotësisht. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Derisa në çdo problematik të jetës së tyre të vënë ty gjykatës për atë punë. Derisa ne në çdo problem që kemi në jetën tonë nuk e vëm gjykimin e Muhammedit a.s. gjykues për atë problem, nuk kemi besuar plotësisht. Po jo vetëm kaq. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Pastaj nga ai gjykimi i Muhammedit a.s. mos të prishet qejfi. Nuk guzon të prishet qejfi. Duhet të jesh i kënaqur, sepse ka gjykuar për ty i dërguari i Zotit që është Rasulullah, që e di shumë mira që është më e mira për ty. Prandaj ne le të largohemi nga ky mezhlis me zemrat tona të mbushura me dashuri për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për më të mirin, më të dashurin e krijesave, për të fundit të pejgamberëve, për atë që Zoti e dërgoi mëshirë dhurat për të gjithë ne, po jo vetëm për ne, për gjitha galaktikat, për gjitha botët, për gjitha gjallësat, për çdo gjë që ekziston. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mëshirë për të gjithë. Ju falenderoj shumë për durimin. Allahu ju shpërbleft edhe një herë. Lutem që Zoti t'ju bekoj juve, t'ju bekoj familjeve tuaja, t'u jap të mira në dynja, po edhe në botën tjetër. Që shpërblej për durimin që treguat, që shpërblej për kohën që ndat, dhe mbi gjitha na bëj nga ata mimmen yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, nga ata që dëgjojnë një fjalë me vëmendje, po edhe ndjekin atë në formën më të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Ridaan lillahi al-Fatiha.